Unë nuk thash që ato janë takuar me Ali Ahmetin, thash se ky është shtet i vogël dhe gjithë me secilin njihemi dhe njerëz që komunikojnë për partive të ndryshme vazhdimisht ka. Spaku deputetët në parlament të gjitha partive takohen me njëri tjetrin. Edhe ky është një farë komunikim. Nuk thash se një lider është taku me ndonjë person, as pak se thash atë, po përkundrazi. Thash se është shtet i vogël dhe komunikim mes njerëzve ka, nuk mund ta ndalim këtë. Dhe kjo është e pamundshme që thotë një person i një partie se nuk komunikon me asnjërin prej ndonjë partie tjetër. Dhe të ishte ashtu, mu më duket patologjike që çdo parti të komunikojë vetëm brenda saj. Ne, za сега не и не планираме да излеземе од владата, кога продолжуваме. Само да се одговори на македонските мови. Во парламентот станувате, да, и тој дел него. Во парламентот? Останувате во влада. Да, секако. И дали сте биле во комуникација со опозицијската? Видете, тоа го кажав и на албански. Барем пратениците комуницираат едни со други. И никој не може да каже дека една партија комуницира само внатрешните членови едни со други. Сите партии комуницираат едни со други. Така да... Do të rëvarë ministerinë, se kam se titulli kryesor dje që pas intervistës tuaj që qarkulonte nëpër media ishte se keni bërë 3 anketa dhe keni bërë ka del se vlena 70% e popullsisë është e pakënaqur me punën e vlenë. Kjo ishte nëse mirë kanë cituar mediat edhe cituar. Atëherë a mund të kemi dorëçi nëse besoj se 70% e popullsisë janë pakënaqur. Dëgjoni. Juve edhe Po, kur e them prej vlenit nisem çdo herë prej vetes. Pas ne shkojnë tjerit, se ka një farë pakënaqësie prej funksionimit të vlenit brenda qeverisë, ky është fakti pa mohush. Se njerëzit janë të kënaqur prej funksionimit të qeverisë dhe ky është fakti pa mohushëm, kështu që unë mendoj se desinkronizimi ynë brenda vlenit, mendoj se është problemi kryesor dhe na duhet sinkronizim më i mirë. A do të thotë sinkronizim dalja prej koalicionit bashkëdita me PT? Jo, e se ka shumë njerëz në opinion. Jo, do me thënë sot grupet punuese të vlenit janë duke punuar bashkë në parlament për të gjetë formulën më të mirë për të dalë zgjedhjet lokale së bashku. A liderët ta komunikoni edhe këtë ambulina dhe korrekt. A liderët ta komunikoni me vetë, ja keni. Po, partje mbrëm ishim Prishtinë bashkë. Partje para 3 netëve. Çdo moment mund të ndodhë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm. A ka gjasa ta braktisni vlenin nëse nuk arrini marrëveshje për zgjedhjet lokale? Jo. Shqipni, ne kemi 2 opsione për zgjedhjet lokale, kam thënë, një është të shkojmë vleni së bashku, që unë e dëshiroj të jetë ashtu, edhe e dyta dalim vetë në zgjedhje lokale, si Aleancë për Shqiptarë. Ishte me dhoni intervistës për 360 që keni thënë se një pakënaqur nuk funksionon mirë në vend, ministra, zëvendës ministra, drejtora, nga kush konkretisht nuk jeni i kënaqur? Thash jemi të desinkronizum, disi nuk 4 parti, shifni, një parti po ka probleme. Kur je 4 parti, duhet për çdo gjë të konsultohen 4 kryesi, 4 përfaqësues partive dhe ky është problem që na ka bërë vështirësi këto 9 muaj derisa jemi në qeveri. Nuk është probleme me funksionarë caktuar, por nga punkti mos funksionimi i mirë. Po unë mendoj se koordinimi jo shumë i mirë i lën këto pasojë. Vidite, ja вчера имаше една емисија, кажав дека има едно незадоволство од функционирањето на Влен, тоа е повеќе поради тоа што има една десинхронизација меѓу партиите кои што се дел од Влен. Тешко е една партија, а камо кога се 4 партии, така ни треба подобра координација и впечатокот е лош во народот дека Влен не делува како што треба во владата. Има доверба во владата 70%, а колку се задоволни на прашањето од Влен во владата е околу 30 и нешто %. Така мислам дека недостасува таа добра синхронизација меѓу партиите кои што сме дел од Влен и се надевам дека тоа ќе се поправи во идниот период. Mendoj se edhe mund të ishte opcion shumë më i mirë, po tash deri në zgjedhje lokale ky është mision i pamundshëm. Mbas zgjedhjeve shohim e bëjmë. Për 3 pacientët që janë në gjendje kritike, mund ta thoni çfarë lëndime kanë ose çfarë shkallë do vijë?
kanë shkallë të djegjes shkallë e tretë, po ka edhe dëmtime të rrugëve të frymëmarrjes që mundson që të paratiten infeksione për shkak edhe të plagëve që i kanë në lëkurë, kështu që të besojmë se do të bëhet maksimumi dhe do të kthehen edhe ato mirë, shëndoshje mirë në Maqedoni. Jemi në koordinim, mendoj jemi në komunikim të vazhdueshëm me kryeministrin. Edhe një pyetje tjetër. Po, thatë edhe mbrëm se jemi shqetuar për rrugën eurointegruese, përse? Leoni, pritshmëria jonë ishte që sa më shpejt të fillojmë, edhe përsëri duam sa më shpejt, po të jemi të sinqert, kushtet që i vendos kryeministri ka drejt absolutisht këtu. Edhe ndryshimet kushtetuese ose fillimi i negociatave nuk bëhet pa dakordimin e VMRO-DPMN-s dhe popullit Maqedonas që jeton në Maqedoni. Kështu që do të mundohemi, por unë tash për tash nuk shoh një zgjidhje që premton në afat të shkurt të zgjidhet ky problem ose të fillojnë negociatat. Včera беше прашањето дека бја кажав дека не гледам брзо решавање на продолжување на и патот на Македонија кон Европската унија. Премиерот Мицковски со право има одредени услови кои што ги бара за да се случат уставните промени. Ја мислам дека сосема е во право тука. И друго нешто дека без согласност од ВМРО-ДПМН не може да се случат уставни промени, така да треба да видиме опции кои што се можни за да се фасилитира и да се помогне овој процес од сите страни, за да Македонија што побрзо ги започне преговорите со Европската унија. Да sta bëkallë Ајде, да.